Në majën e një kodre panoramike 3 kilometra larg qytetit të Vlorës ndodhet Kalaja Kaninës, e cila pas një procesi gati 1 vjeçar restaurimi pritet të hapet brenda këtij sezoni turistik për vizitorët vendas dhe të huaj. Restaurimi i kalas ka nisur në maj të vitit të kaluar me financim të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe një fondacioni të huaj kulturor. Burime nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë bëjnë me dije se punimet restauruese në Kalan e Kaninës pritet të përfundojnë brenda 2 muajve. Kryesisht ato janë përqendruar nga ndërhyrjet gjeologjike tek ato konservuese. Brenda mureve të kalas tashmë po marrin formë hapësira të reja funksionale, si një zyrë informacioni, një si shërbimi për turistët, një teatër i hapur dhe hyrje të mirë strukturuara të pajisura me tabela orientuese, të cilat synojnë jo vetëm ruajtjen e trashëgimisë, por dhe transformimin e kalas në një eksperiencë të plot kulturore. Përveç vlerave historike dhe arkeologjike që Kalaja e Kaninës ka, pas restaurimit do të kthehet në një prej destinacioneve më të preferuara për vizitorët vendas dhe të huaj në qytetin bregdetar. Mësohet se aktualisht po kryen punimet e fundit dhe brenda këtij sezoni turistik ajo do të pres turistët. Rritja e numrit të vizitorëve në këtë kala vitet e fundit ka ardhur dhe si pasojë e rikonstruksionit të rrugës të fshatit Kanin. Ndërkohë që gjatë punimeve për restaurimin e kalas u zbuluan dëshmi të reja që hedhin dritë mbi të kaluarën e pasur të këtij siti. Kanina është një ndër sitet më të rëndësishme arkeologjike për shkak se fillimi i ndërtimit të saj i përket periudhës qytetare ilire dhe ka një vazhdimsi të pandërprer banimi për gjatë gjithë shekujve. Struktura e ndërtimit të saj evokon ngjashmëri me objekte të tjera si kalat e Beratit apo Durrësit. Në horizontin e Vlorës, ku historia dhe natyra bashkohen, Kalaja e Kaninës po përgatitet të pres vizitorët, jo vetëm si një monument i së shkuars, por si një destinacion i gjallë që rrëfen histori të reja çdo ditë.